fshatin Tërpez, aty kena luftuar me shki, nashta as 15 metraja. Or tenka më na shkel, mi kanal ku e kishëm kanalin ato që lufteshëm, me një farë amortaje e gjujkin e një bashkëluftetar. Se s'ja qëllejke. Ka qenë tank Leopard e Rusis, o më nu me ike a tank për neve, 50 metra në ka kollë në ato tankën parasy, 50 metra. Dhe gjumë që i ka dhënë koordinatat Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, ty urxu, s'ma ka nda kur ty më gju, non stop. Vishim plumat, që atu ku nalë, që atu nalë ke mërë ke plumi, po s'guzesha mu nalë. Dhe edhe me tenku më kanë gjunë në qatë farasti. Dhe kësi gazit kena gjuhe, ata gjyshin shkit, që më shojshë me zveti, që qafërin a ka. Malisheva, aty u ka një ven, aty kanë qenë, të hinjë forcat serbe, në fshatin Tërpez, aty kena luftuar me shki, nashta as 15 metraja. Ke puna ata tentun me hinje, se ka qenë një popullat e madhe në Berish. Po, na ishëm në fshatin Tërpez, ka qenë një Nagji Krasniqi, Lumni Krasniqi, Dan Krasniqi, kanë qenë luftetar shumë zëtë dhe ushtar tjerë, po s'më kujtuan bashkë me emnat, ka qenë një komandant Betuni, ai ka vdek, Rahmetlia, ka qenë një koket ushtar shumë të mirë. Po, qafër kena luftu me ta, sa që nuk dëshëm me leon Serb me depërtu edhe me shku në Berish për arsye që ati ka pas popullat shumë të madhe. Edhe dishëm që ka ndodhë, nëse hinë ata në qatë popullat, dim që ka ndodhë. Ka ndodhë në ka ardhur nesa më tërjek, nashta me 10 herë, më tërjek për ati veni. Tërjek nësës. Sa që ka ndodhë, orë tenka më na shkel. Mi kanal ku e kishëm kanalin ato që lufteshëm, mi pozicion, e gjujshëm me një farë minahesi, me një farë amortaje, e gjujkin e një bashkëluftetar. Se s'ja qëllejke. Edhe shumë afer, po për shkak frikës nashta që e ka pas, edhe për shkak që mos të vjen, se a ish shumë afer, ka qenë tank Leopard e Rusis. Në ata dashti Zoti, na s'mishëm me dalë mas për Ruvës, s'mishëm me dalë. Se e ka pas një farë këse që gjujke, momentin gjujke automatikisht, u silke dhe gjujke se shike njerin. Ose ku gjujshe te a, gjujke, direkt gjujke. Po ja prishëm për fatë mirë atë farë, ja prishëm një gjujke anë një oknej, ja prishëm atë sistemin. Po nëse e drejt për neve, në ta Zotin jo, edhe o qunatë. Neve atë tank në ka kallë, o më nu me ike atë tank për neve, 50 metra në ka kallë në atë tankën parasy, 50 metra. Ta një ka hi tank ka vren, ka gju kaset bomb, në atë farmali, hera parë që i kësha pa një sen t'il, unes, nashta e bojnë dëfarë me tash GPT-ja që po dion i bojnë dëfarë senësh veç, unë e kom po që i moli që është të ty livrit, të dëke që po lumë këtë tuka, unë veç në qatë ku kom po. Ato ka pas humbje shumë të madhe, ka pas Serbi, ato koordinatat i ka dhone, dhe gjumë që i ka dhone koordinatat Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, që janë pozicione qëtu janë. Ato në ato në ka ardhë, edhe në ka pështue Zoti në ato, se në sot si shumë heq shumë bashkëluftetarë, besa ata ishin hi edhe në për populatat i nalë. Po, do më ka qenë se funi, na ato kena mujtë mu vëra, po rezistimi ka qenë nashtë edhe 5-6 orë, edhe ata edhe neve më na shkel në për rruva, në për sen, edhe më në gjitë.
te pozicionet ku janë civilia, ku kanë dashur ata vetë. Po shqyr që aja s'ndodhi, se sikur të kështë ndodhi atje, ka pos masakrat më mëdha më bo, ka pos ushtarë gjitha onve, po pika si ma era una që ka qenë Tërpeza, ka qenë një vend shumë interesant, po luftime ka pos atë një muj dit pa, ka ndodhë në asë të në ditën kena luftu, s'kena mujt as ujë me pi. Kujna shkuj, kena ly bus me si farë vaj, me vaj s'kishëm ka njera me qaj me ly bus, qaq qani që kena pos, pi dili, që s'kena mujt me pi ujë. Qaq luftime të repte ka pos, që ti s'ke mujt me lëshu asë roven. Ato, në atë ven, mu ka plaguni një pjemi, i Mershala, është plague, u konë afer meje, ato dikon kanë roja 150.000 hesa, a 200.000 hesa, se në po neve ku jem pozicionun, ka qenë në Tërpez. Veni i quajtur Tërpez, ato u konë një bashkëftetar tjetër, e kom marrë këmishën, e kom hjek, e ja kom lidh atë kamen, po i kcej ke gjaki cërcall, se aja, kur në ka ra ofer, që shme thonë, une ja 5 sekonda, 10 sekonda, s'kena ditë sen heq. Në mlej me dhej, u mlum atë, krejt teme dhe me dhej, dhe mos s'kemi ditë, se hazi shumë i madhë. E na qu, i na prejk, shtë trupin e kena prejk, mos i na rrug në ikona, se në fillim në zet, që ata në zet nuk e din sa atë ka rrug, as të ka rrug. Edhe thash, a ke pështu? Tha, po, mirë jam. Edhe unë thash mirë. Vaj, vish kërë rëzu. Bla për rëzu. Ato e posh që ja kish bo komen, ja kish pu ka gjashëm, ja kom mori, ja kom lidha atë kom, shpejt. Ta shtë ju kohë e, qysh me shku mi tërhjek në ato. Une me ato së mishë mi tërhjek, se ka qenë, ato dëvë kemi qenë në spital Divlakës. Ushtarë tjerë kanë qenë në pjesë tjetër të dëshpia poshtë atje që u dëvë kemë lëshue si një farë ledine, me do molla, me do adin shtu që ledina që kanë zakonisht në përfshatra, po konë shumë të poshtë do konë. Tenkat i kena pas, dikon 300-400 metra vijajrore, tenkat, edhe ushtëria serbe. I kena pas qitë pjesën gjështu, edhe kena pas kitë pjesën knejna. Knejna vishin komceri, knejna gjujshin me topa dhe me minahesa. Edhe për një pikës ati krysore, na gjujshin me minahesa. Edhe ato jem njësë, po të kalëzaj drejt, me shku mi thirë dikan atje poshtë, që ishin ata bashkëftetarë të luftu me. Jem shu në atë farë të poshtë, të bëjë si levizje, herane, të rëzu, së ma ka nda kërë të jem gju, non stop. Vishim plumat, që atu ku nalë, që atu nalë ke mërë ke plumi, po s'guzesha mu nalë. Dhe edhe me tenjë më kanë gjunë në qatë farasti. Kër im shku të ata bashkëftetarët e mi atje. Mu në me full, s'më isha me full. Mu nalë fryma. S'kesha frym, s'kesha qysh më me marë frymë jo kalzu që u plagua i bashkëftetari. Unë ato kisha nip. Edhe ai ka qenë edhe 2 herë i plagun ma herët. Ka një gruvë ciknina. Ato ish për 3 herë i plagun. Ju të regova, masa ne piva pakuj edhe u merë fryma, ju të regova. I na do në disa pjesë, e kena gjuat, e kena sulmu kështu, deri sa një grup i na nis, i na shku e kena marrë atë plagunin, edhe kena quhe në spital Divlakës. Atje dikush ka lo gjak, kush ka mujt ka lo gjak, kush ka pos gjak, kush u pak ma shnësh, atje ka pos edhe plagun tjerë, një natë kom nejt ato me të, për shkak se ka pos gjendin e ronë, s'dishëm që apo bot me të, po a i tani fillaj të jo përmesu vetën, pe atuit prapjem këthyjen. Të ushtarë tjerë konë në Tërpezë, jenë konë luftimet shumë trepta. Ato
Ato na ka ndodhur që edhe natën kena ru. Ditën kena luftu, natën edhe kena ru, e bëjshëm ka 2-3 orë me ru, se s'kena pas, si na kona shumë ushtarë. Dikun i na kona 20 ushtarë, po i na ka pa gjëmsi, veni u kone për luftime, su kone qaq shtu që duhet me luftu. Ka ndodhë tinka, na ka hetu që na në 3 tinkat na gjujke, na ullsheshim edhe 1 kat ma poshtë, 2 kat, na njekshin. Ka ndodhë, deksi gazit kena gjuje, ata gjujshin shkit, që ushojshëm e zveti, qaq afër i na ka, që mos mu pa me një tjetrin, edhe sa më ishëm që aty luftejshëm. Na keshëm pak armatim, na dëvke edhe mirë, u dëvke me qitë, jo në automatik, po dëvke me qitë një ka një, se fishek s'keshëm so dëhet për me luftuhe. U dëvke me ru edhe fishek, bo ki shumë herë ku e nevejshme me gju ma shumë, po për shkak që s'kena pas mjaftushme fishek, u dëvke edhe me reduktu fishek.